në një qeli të Burgut, në tortura të prokurorit komunist në Rajet, me 30 prillin e vitit 1948, dom det plani. Jo shumë i njoftun në opinionin e gjanë publik, por mishërimi i një personi sakrificet, vujtjet dhe dashnijet pa kusht. Studioj në Innsbruck dhe në Graz të Austrisë dhe pothuaj se marrjetën e vet e kaloi në malësit e Dugagjinit, pra njerëzve të varfën por fisnik kësaj trevet. Tu i kenë famullitar në Gjimaj, Preka, Lekir. Ishte afërsia e dora e mshirës për gjithë ato njerëz që ishin të masakrum e të vujtun për i vujtjeve të sistemeve të ndryshme politike. Me ardhjen në pushtet të sistemit komunist, ai do të vinte në Shkodër nga ku kishte edhe përjardhjen dhe u emnu famullitar në zonën e Rancit. Aty u arrestu në një akuzë qesharake se kishte msheh arin e popullit. Pas pothuajse një viti torturash nga mash njerëzoret, tu i përmend elektroshokun, rrahjet e panumërta dhe lanjen pa ushqim, dom det plani ndrojet në një qeli i Burgut. U munune ta mposhnin, por e ngriten ma lart. I moren jetën, por i dhanë lavdin e përjetshme. Dom det plani shkelqen sot në altarin e kishës, si ari për cilin u akuzu padrejtësisht, si tipiku i meshtarit që rezistoi, qëndroi për dashninë e njerëzve dhe ndaj kishës.